Përshëndetje miq, ndodhemi në qytetin e Korçës. Sot ka nisur dita duke rënë borë dhe shi, është shumë ftohtë në Korçë. Eja t'ju tregojmë pak ofertat ekstreme që ke. Ndodhemi përballë West Park pas pallatit të parë. Komplet katin e parë të pallatit e kemi vetëm ne, jemi pas një dyqan tjetër ngjitur. Dyqani më i madh në qytetin e Korçës. Sot është ftohtë, por ne do t'ju tregojmë disa oferta që janë vërtet të ngrohta. Oferta që nuk i ka askush në Shqipëri. Tu kemi kostumet Nike syna nga 35.000 në 25.000 lekë të vjetra. Ka dhe një ngjyrë tjetër që është bardezi, do ta nxjerrim në reklam. Tu kemi kostumet The North Face, Casablanca, ka mbetur dhe disa masa që kushtojnë 2.35.000. Oferta të tilla nuk ka parë historia e tregut shqiptar. Me vepra, jo me fjalë. Tani është shumë i madh, por unë do t'ju tregoj vetëm disa produkte sot që janë në ofertë. Oferta i lekëve 2.25.000 vazhdon akoma dhe kemi gjendje sasi shumë. Oferta të tilla nuk ka askund nëpër Shqipëri. Të nderuar miq, po ju tregoj dhe njëherë dyqanin që të qartësojni komplet katin e parë të pallatit e kemi vetëm ne, jemi pas një dyqan tjetër ngjitur. E janë edhe brenda të shikoni dekorin se kush është veshje sportive Brian dhe çfarë dyqani ka. Ky është dekori i dyqanit ton. Shikojeni pak me vëmendje, edhe këto xhupat këtu do dalin në ofertë. Nga 65.000, 35.000. Kemi shumë produkte. Këtu jemi tek sektori atleteve, me këtekun me të shkurtra. Keni parasysh që do dalë në ofertë shkatruse. Nuk keni pse blini në për treg lart e poshtë, ndërkohë që ne kemi në ofertë ekstreme shkatruse dhe degeneruse. Kemi shumë ngjyra, por që presim akoma modele me të shkurtra për t'ju treguar surprizat. Vazhdoni të më ndiqni. Këtu jemi tek sektori atleteve. Këtu kemi atlete nga 10.000 lekë të vjetra deri në 65 dhe 75.000 lekë të vjetra. Siç e pat, ky është dyqani jon gjigant. Kemi shumë modele të jelekëve, shumë modele të atleteve dhe shumë produkte. Vazhdoni të më ndiqni, surprizat nuk do të kenë fund. Po ju tregoj pak më me detaje dyqanin që mos të na ngatroni me skutha të vegjël. Deri më sot në Shqipëri nuk kemi lejuar veten me vepra të na konkurrojnë. Prandaj jemi këtu ku jemi. Kemi rrugë nga të katërta anët dhe dyqani ka 12 dyer.